Lutfi Aziri, nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë se erdhe, kënaqësi me të pas studio. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Kënaqësia jeme. Faleminderit. Po bon 5 javë, zotë Aziri, që po vazhdojmë me numru, me rinumru vota, nisi një proces keq, po thëmë kushtimisht, në ato softveret e KQZ-s, pse si pas jush u vanohem ka gjatë. Po, do të thoja është pasoj e kësaj mendësie qeverise pak a shumë. Që shukon copa e arnume, e zhagume këtë procesin politike në Kosovë që ka udhëhet ka qeveri, edhe zgjedhjet po dalin ashtu. U bo një ndryshim, u do ki vogël, po ndol begi i madh në pjesën e ligjit për zgjedhje, edhe në formulë zgjedhore, edhe në vot preferenciale, po nuk u bo në substancë, që kishë nevoj Kosova, nuk u bo. U bo prak kozmetike, por që ta 5 javë të mon zhag, pa izbarë rezultatët deri fund, për kondër që dijem baka shumë, janë të dëmtume, janë të damkosun as zgjedhjet, seriosisht, jo vetë me ramje në softverit, me mënyrën se si u menagju procesi i numrimit, dhe i rinumrimit që po shkon, të drejtës për vot nga mërgimi, mërgata, diaspora, që do që e qujnë, dhe kjo po ashtu po e banë fotografinë e thasve të lidhën na për banhofa, na për kerrat ambasadorave, na për magazina, depo edhe të postës Kosovës, pse jo, po të pa mbikëqyruna, të pa kujdestar o policia shtetit. Vota është e shajt, njërëve presidentëve Amerikanë ka thonë që vota vretë ma shumë se plumi, që është të vërtet. Nuk e ka vetëm kuptimin e zgjedhjeve. Aja duhet ruhet, duhet kujdeset, duhet garantohet. Fundja, shpresoj me dalë shpejt për këti procesi, se dam ka e procesit të dëmtum seriosisht, nuk ka mu largu let. Dhe përgjithësi, për këtë çka ka ndodhur zoti Aziri, ka Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Jo veç, sepse ata janë organi pavarur kushtetues dhe detyrat e tyre janë përcaktuar me ligj, natyrisht, por ata kërkojnë lehtësim, infrastrukturë ligjore e cilën e lehtëson punimin e tyre. Për shembull, që ka të bëjë KQZ-ja me gjetjen e thasëve në kert ambasadorit, ose me mënyrën se si menaxhu. Natyrisht që ata janë përgjegjës të ramja softverit, dihet kush edhe në cilën formë është bë lidhja e shkurt e punëve, është refuzu një projekt i një shtetit fëqin, që ka një software edhe një program zgjedhjeve perfekt, që menaxhon 85 milion njerëz, edhe vjen me një program e një software i cili vjen në 85 në Kosovë, edhe rastisht e favorizon një parti që në pushtet. Edhe krejt arsyetimi është që kanë fillu hetimet, po mohen hetimet, do të vazhdojnë hetimet, dhe në gjithçka në Kosovë, po vazhdojnë me logjikën, po vazhdojnë hetimet. Po besoj që keni pa ankesat që po bën partia që ka fituar zgjedhjet e lëvizjave të vendosja zoti Aziri, por edhe vizitat e anëtarëve të KQZ-s në qendrat e numrimit. Po flas këtu për Samir Kurteshin, Alban Krasniqin dhe zyrtarë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje, gjua që kanë përdorur ndaj zyrtarëve të KQZ-s në qendrat e numrimit, por edhe gjua fyese e Samir Kurteshit, kushtimisht pse ky siklet i partisë pushtet. Apo nuk i doli ai kalkulimi i 500.000 votave? Nuk ka të bëjë me Samir Kurteshin apo dikon tjetër. Samir Kurteshi është i tillë tash 20 vjet, kush se ka njoft. Tash 30 vjet. Është kundërshtar, është kundërshtues, është opozitar i lem. Nuk ka të bëjë vetëm me sjelljen e tij, sepse është e papranueshme, është e papranueshme gjua, fjalori, edhe komunikimi, por roli ti, fjala ti dhe pesha ti krahasim me gjuhën, sjelljen dhe arrogancën e kryeministrit është disproporcionalt madh. Ne nuk do të më morën me sjelljen e Samir Kurteshit, i cili mund të ketë fjalë të papranueshëm, e me arru çka ka thonë kryeministri në fushat, çka kanë thonë ministrat e tij në fushat. Ministrat e tij në fushat ju kanë adresuar partive opozitare si parti Berlogu, janë adresu me fjallorin edhe me atributet më të këqija që një fjallor mundet me i pranu, normal në politikë nuk do të pranohen.
Tani, a kanë morë denime për e fjallor nxitës, urrejtës, edhe të papërshtatshëm zgjedhjeve, kjo nuk e pastron gjuhën. Sepse polarizimi dhe mbajtja e njerëzve të ndarja dhe mbajtja e njerëzve të me thonë drejt me kuptu krejt njerëzit, është qëllim kryesor i kësaj partije politike dhe këtyre njerëzve. Deri në ato që është fillu me frikë, bjellën e frikës të njerët, ka vazhdu me denigrim, gara pështymes, gjithkush, kërkush, s'ka bo asgjë në këtë vend, dhe është shkatëru, është plaçkit, është vjedh, është thonë gjithë shka, dhe kjo gare pështymes, Kosovën e ka bo pelt pështymes, dhe tash po vazhdojnë me mbrojt, tash një opozitë të defantize, fjallorja defantist me thonë drejten, doke që po sulmon, po është më mbrojt. Nëse flasmi për korupcion, fillon me të sulmu në nivele dhe pika politike që me të frigu, me të shantazhu, a ku ta dion, që ka mendojnë. Por Kosova tash ka një gjenerat edhe një pamje që identifikohet me diçka krejt tjetër. Dhe ju po thonë, zote Aziri, se gjua e Sami Kurteshit dhe eksponentëve dhe ministrave të lëvizjes vendosje nuk është as më pak, as më shumë se sa gjua që përdor Albin Kurti në raport me mediat, në raport me gjykatën kushtetuese, në raport me prokurorinë speciale, të cilës nuk pishka. Shma e but, kryeministrit dhe ministrave ti është shma e ranë, është ma fyse edhe ka mesazh ma të ranë, ka mesazh ma të keq. Natyrisht njerëz të Kosovës, këta njerëz që unë njeh në Kosovë, këta njerëz që jetojnë këtë vend, kanë dhënë shumë për këtë republikë, kanë dhënë gjithçka, kanë dhënë fëmijën e vet, pasurinë e vet, sepse ju ka djeg, ju ka shkrumu. Ka dhënë bukën, ka dhënë kuletën e vet, ka dhënë gjithçka për këtë republikë, është pjesëmarrës, është aksionari vetëm kësaj republike, është qytetari i saj. Partitë politike që kanë udhëheq në atë kohë kanë pas besim, janë themeluese kësaj republike. Dhe sot e kanë besimin dhe kanë respektin për atë sa populli ja jep në kutitë e votimit. Mbi këto primesa, mbi këto raporte, kjo parti politike që tash është e majt, që kuptohet në fokus e ka individin, ka thirrët në barazi, bon pa barazi, lufton armisht e mbrëmshëm, lufton shokët e vet, fillon me njerëz të tjerë, ma përfundon me shokët e vet, që ka gjitha parametrat e një lëvizje çfarë e kemi gjetë në Kosovë. Nuk do të me prit që bën më shumë për këtë vend. Nuk e di pse njerëzit po presin, edhe pse edhe ne si parti politike kemi menduar që ka me shkaktu diçka në këtë vend. Nuk shkaktojnë kurrë, sepse këto ideologji janë dëshmuar se ballafaqim me qytetarët, me njerëz, me popullin e vet, i kanë interesat e veta, ideologjike mbi interesat e qytetarëve, mbi interesat komunitare, mbi interesat popullore, si të quhet. Sepse gjithë ata njerëz që flasin për shembull këtë gjykove të fundit, flasin për popull, ka fol populli, dina me lexu popullin. Populli ka fol, populli ka deklamu. Kush ka drejt në folën e popullit? Askush ka drejt në folën e popullit. I folën e votuesit tanë, të besimtarëve këtu, folën e të trashëgimisë, familjes, pronës, atdhejot, zotit, republikës, natyrisht që deputet, ku tulen 120 vetë, ata përfaqësojnë popullin e Kosovës. Ajo është vendi ku në emën të tyre vendoset, edhe gjykatësi kur e lexon vendimin, e lexon emën të popullit, sepse në emën ti vendos për një rast, çfarë do të qoftë ai bizar, mizor, edhe ligjet çfarë do të qofshin të mira, kundërshtuese shpeshherë, vendoset në emën tyre. Por ne nuk kem drejt më thirr, sepse është keq përdor, kjo po vazhdon të keq përdoret edhe sot. Po kthehen pak te LDK, zote Aziri. E kemi pa fushatën e lidhjes demokratike të Kosovës, programin, një program që e keni bërë shumë publik më herët, si më thonë 1 vjet e gjysmë para zgjedhjeve të nënshkurtit. Tubimet, sallat plot, njerëzit ju pritën mirë, por që në fund morët 20 mandate. Ç'a ndodhi me LDK? Po besoj se edhe ju edhe të tjerët në LDK keni pritur një rezultat krejt ndryshe. Edhe na kemi prit, dhe njerëzit kanë prit, po doli që kemi shkaktu pritje. Kjo është e vërteta në politikë, do të thotë ajo që është gjetë. Ne
në leximin e parë, sepse ende jemi të mendu zhurmshëm, ende nuk ka analiza, detaje, gjetje, që të mësojnë, që të ndjerrim se si mos sillen e ndjera. LDK-ja ka fillu si parti e para në Kosovë më pregadit, ka bo zgjedhjet mbrëmshme, ka e bo restrukturim mbrëmshëm, ka bo program, je vetëm ambicios, program real, gjetje reale të interesave të qytetarëve për të ndërtu apo për të shkaktu një reform më të madhe në Kosovë, sistemore që e kemë qujtë, rruga e re për Kosovën, edhe një listë përfaqësuese do të tëja. Hiç në rast, aty këto listë e re, emra tri, profesionistri me talente, me mundësimi kontribuanet. Kjo është ajo që qytetarët na dha neve. Dhe do të me ballafaqu me kutin. Kjo nuk ka perceptim publik, nuk ka sondazh, kjo është kuti në cilën janë zbarë rezultatet. A kemi meritu ma shumë, a kemi dash ma shumë, natyrisht që po, por kjo është fillimi. Fillimi ati misioni, asaj rrugë të re politike që unë besoj, LDK ka me vazhdu, me qenë e bartëse, jo vetëm gardiane si opozit në Kuvend Republikës dhe në rujtjen e vlerave të këtij shteti dhe kësaj Republike, po ka me vazhdu me qenë gardiane edhe të nevojave të reformave domosdoshme në këtë vend, ka përcimit situatave që këto që kemi tash, dhe problemeve që mund të ballafaqohet Republika janë. Bota po ndryshon shumë, vetëm nas kemë ndryshu. Jo vetëm Kosova, po shqiptarët në dekadat e kalume arritëm me kapitalizu diçka që të tjerët s'kan mund. Jemi ndoshta i vetmi popull që kemi avancu drejta tona, jemi forcu, jemi çliru, edhe kemi ndërtu. Edhe si Republika e Kosovës, edhe shqiptar përtej Republikës Kosovës, të përfshirë dhe shtetin kombëtar shqiptar. Tani, kjo botë ka ndryshu, dhe a jemi adaptu me zhvillimet? Nuk jemi adaptu. Pse nuk jemi adaptu? Sepse nuk ka zbardhje ende të politikave në raport me ne. A mund të vanomi? A jemi të kërcnum? Shumë e vërtetë është që të vanomi. Ky leadership politik që ka fitu zgjedhjet prap në Kosovë, nuk ka raporte të mira, as me fëqinjet, as me NATO-n, as me BE-n, as me Shpinë e Bardhë, as mrena shqiptarëve s'ka raporte të mira. As me neve në Kosovë mrena, si ka punë të mirë, as me shqiptarët e rajonit si ka punë shumë të mirë, as me shtetin shqiptar si ka punë të mirë. Dhe çka nëse Albin Kurti është sërish kryeministër zoti Aziri, tu i llogarit krejt këto që ai tha. Dihet ka deklarata publike, ka deklarata zyrtare se Albin Kurti nuk ka raporte të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka ndodh me Kosovën në rast se Kurti është edhe një mandat kryeministri i vendit? Ja kanë dhënë votën edhe për një mandat. Kjo është e vërteta, këto do të me faktu. Në mundësinë e parë, qytetarët e Kosovës ja kanë dhënë votën edhe për një mandat. Në pamundësi që kryeministri me që mandatin e morën përpara, atëherë i bjen të dytit, kush do të qoftë ai, me morë të drejtën me themelu qeveri. Por, që do të quhet qeveri e pakicës politike. Edhe pse është shumic me numra, edhe ka shumic përfaqësuese, edhe mund të jetë qeveri e madhe, stabile, stabilitet, të fradhan, po, kur e merr partia dytë edhe treta, ose edhe qeveri, çfarë do natyre që quhet, ajo është ajo që jep atributin, ose teknike, ose politike e pakicës, çdo koftë. Çka nëse nuk e bën, do të ishte pyetja ma e drejtë këtë situatë. Ba e bën sipas jush qeverinë Do Kurti. duhej. Numrat nuk janë momentalisht pa një subjekt politik. Nuk e besoj që Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, do të mund të hyjnë me listën serbe. Po vetëm të ne thuhet, numrat nuk janë kur i ka 48 deputet. 40% votave i ka. Nëse ja rregullaksoj. Për me qenë kuvend Po, zoti Aziri. 40, po shumicë e madhe. Në politik, mos menaxhimi i këtyre numrave, i këtij 40%-it, 40.8, do të certifikohet, është dështim në implementim të rezultateve. Dështon ai ose ajo, mos me zbatu rezultatet e zgjedhjeve, sepse faza e tretë e zgjedhjeve është pak e rëndësishme sa faza e parë dhe e dyta. Dhe ju jeni bindur që nuk e bën qeverinë Albin Kurti.
Unë, aja që jam të po tash, përpjekje ka me bo, natyrisht, përpjekje serioze, edhe mundësi reale me bo i ka. Nuk ka partner. Partneret nuk lindje mrena natës. Partneriteti nuk bëhet, nuk është akt, ai ndërtohet. Ndërtohet me mirëbesim. Ndërtohet me bashkëpunim. As mirëbesim, as bashkëpunim, as vullnet për bashkëpunim nuk ka tregu këto 4 vjetë. Tani, cili është lëvizja e Zotit Kurti që pritet me ndodhë, është me bo akt. Me gjetë dikend, me cilin mund me punu si individ, jo si parti, jo si subjekt, jo si përfaqësues. Dhe kjo është aja që ka ndodhë dhe herën e kalume, por ka pas mas paku nevojë ndoshta, por u dash me mbulu, ka bo akte tilla, edhe kësa herë pritet me bo veprime tilla, sepse nuk ka asnjë lloj partneriteti përveç atyre që ka mrenda. Për atë sa janë alternativa edhe lista guxo. Këta i ka mrenda dhe këta i trajton si partner që s'kan emën, s'kan bjemën, s'pakun flet votim, nuk kanë identitet politik. Unë i quajt shkrim, por ata vazhdojnë me u proklamu jashtë që kanë subjektivitet dhe kanë morë beagi vota në mëncana, po shien që janë tjetat shkallë. Dhe ju po thoni, Zotë Aziri, se kushtimisht mund të përshkoj ndonjë deputet Zoti Kurti për ta bërë qeverinë, se nuk është që i dojnë shumë 2 ose 3 deputet. Që shka ndodhë për shembull e rastin me ish deputetin... Po ata që i trajtojnë njerëzit numra, i bojnë me primet e tilla. Sepse një është shumë. Një deputet i Kosovës me i certifikuar me status deputetit është shumë. Nuk ka numër ai. Sa i do të mu repliku. Ai replikohet, ai është i bazë vlefshëm me krejt tjerët. Kjo parti i shef njerëzit e Kosovës numra. Ka lyp numra edhe numra ka gjetë. Dhe në LDK, a mund të shkoj potencialisht dikush me partinë që ka fituar zgjedhjet? Nuk ka derë lëvizja vetëvendosje në LDK në rastin e përshkimit të ndonjë deputeti. LDK nuk bën prostitucion politik, as nuk pranon. Qërë dhe kjo zhvillim edhe fjalë edhe thojza tendencë me denigru LDK në proces zgjedhor është me mshef konte veta, me mbulu veprimet e veta. A ke pasur kur puna hajni mbulesën më të mirë ka kur bë me kështu çore hajni, për mos më zon vet. E cilëson edhe drejton gishtin dikun tjetër. Edhe kjo situatë, vota anë mërgat me LDK-n. Na nuk lejojmë në asnjë mënyrë më prek vota, dhe nëse dikush nga ne gjendet i përzim, i përzier, edhe ka ndërhy këto, na jena të pa kompromis, ai me neve s'ka të bëj. Kjo LDK që unë e njeh, nuk lejon, nuk toleron. Vota për neve është shajt, sikur që është familja, atë dhe jo dhe Zoti. Kjo determinon diçka në cilën ne jemi të kompromis. Por kretë kjo situatë, herën e kalume, nëse e bëjmë një krahasim, ka ndodhur. Te votat e LDK nuk ka. Kthehemi pak më vonë Zoti Aziri. Mos lyp, po kjo mendësi është e njëjtë këta. Mendoj që ju duhet kali me kalu lumin. Kush do t'jetë kali e radhës me jap kalu lumin Zotit Kurti për qeverinë e tij, është diçka tjetër. Te LDK nuk mund me gjetë mo. LDK-ja e ka dhonë një herë edhe ka mundësu një herë mu bo edhe lum edhe shtrat. Sepse marrëveshja e qeverisjes të vitit 2021 ka ardhur si pasojë e bashkëpunimit nga vitit 2017-2019 me LDK në nivel opozitar. Kena pas me besim, ata kanë funksionu grupet tona në koordinim të plot me njën e tjetrin. Kanë qenë ndoshta njerëz tjerë ata, po vetëvendosje kanë qenë. Dhe aja periudhë është mbyll. Zoti Kurti nuk ka ditë me rujt këtë vlerë në raport me LDK-n. Nuk e ka valorizu. Kësaj të mire që ja këni bo partisë. Mirë njës. Disa herë Albin Kurti ka përsërinë kuvendin e Kosovës se LDK-n e ka marrë lumi. E ka marrë lumiri. Lumi e ka thonë Albin Kurti. Po në tash për përgjigjem, LDK-n e ka marrë lumi, e ka marrë lumiri. Aja ka atribu vjosës, dhe ka qenë sinonimi shumë i qartë, por LDK-n e mon antarësia saj. LDK-n nuk i takon funksionerave, i takon antarësisë. Një jotë madhe, LDK për lëvizjen vetëvendosi, qëndrimi i
Lumir Abdigjikut pas mbledhjes së kryesisë. U mlodh dhe thatë se nuk ka një analizë, nuk ka një gjetje se çfarë ka ndodhur me rezultatet në shkurtit për LDK-n. Megjithatë u mlodh kryesia. 4 pikat e rendit ditës, zoti Aziri. Rezultati zgjedhor LDK, performanca në përdek, performanca degëve në Mërgat, pozicionimi politik i LDK-s pas rezultatit. Kisha pas qef një ka një mi diskutu, mi 5 orë gjatë mbledhja e kryesisë. Pika e parë, ç'a u diskutua për rezultatin zgjedhor në LDK? Kjo çështje e debatit të brendshëm, nuk ka kur gjë që mund të zbërthejmë tash me konkluzione. Çdo proces zgjedhor në LDK-ja e ka rrugën, e ka procesin, e vazhdon duke bërë analiza. Kjo është takimi i parë, analizat e para. Mbledhen shënimet, mbledhen numrat, mbledhen gjitha ato dhonat që neve na duhen, edhe nxjerrën tavolinë për t'i pa. Mandej vazhdon kjo çështje deri në rekomandime finale se çka duhet bëjmë në procesin e ardhshëm, sepse ne jemi në prag procesit të ardhshëm. Të zgjedhjet e vërteta politike janë zgjedhjet për parlament, zgjedhjet për komuna, të ne jemi po aq politike sa për parlament. Që ne do të përgatitemi sipas rekomandimeve për zgjedhjet lokale shumë shpejt me Iran, për mos më thonë, dhe krejt kjo mbledhje është njëra për mbledhjeve të para e cila ka shoshit dhe ka diskutu dhonat e para që ne kemi dhirë ka procesi, kur gjë më shumë, kur gjë më pak. Ato që kryetari i LDK-s i ka paraqit para jush mediave, në fund takimit, ato janë qëndrime politike që kanë dhënë nga takimi në bas këtij debati. Pak më vonë diskutojmë atë pjesë. Performanca në përdeg. Dihet zoti Aziri që lëvizja vetëvendosi në 21 komuna doli e para në zgjedhjet e fundit. Madje doli edhe në komunat ku qeveris Lidhja Demokratike e Kosovës. Çka u bisedu në këtë temë? Kush kushtimisht e mori fakturën? Nuk ka gjetjet fajtorit në këtë rast. Sepse në zgjedhjet politike dihet ku atribuohen rezultati edhe jo rezultati. Trendi në komuna dhe ndek të LDK-s është pozitiv, sepse kjo rezultat që ka dhënë nivel qendror pozitiv i atribuohet degëve, strukturave, angazhimit të kryetarit LDK-s mas pari të në tjerëve të poshtë. Por a ka qenë i mjaftueshëm? Kjo është debati. Nuk ka qenë i mjaftueshëm. Nuk ka qenë i mjaftueshëm. Dhe ne do të flasim se si ta këtë rikthem ta dinamizojmë. Kjo shkallë është më rri për momentin, cila është shkallën tjetër që do të arrijmë në procesin e ardhshëm zgjedhor. Kjo duhet të nxjerret si pasojë e gjetjeve nga ky proces zgjedhor. Ku gjë tjetër s'ka pas, sepse njëjtë ka ndodhur edhe me komunat ku qeveris PDK-ja edhe me komunat ku qeveris AK-ja. Kjo garë quhet gara e elefantëve, sepse garot për kryeministër. A votojnë qytetarët e Kosovës për partinë më të mirë, për programin më të mirë, për listën më të mirë, për liderin më të mirë, është çështje që ata e vlerësojnë, janë na, s'mundi politikisht me qenë korrekt me thonë, po në Kosovë nuk po votohet, është një e vërtetë e madhe, në Kosovë nuk po votohet për punë dhe nuk po dënohet për mos punë. Kjo është kana faktohet, kjo është kana del. Dhe këtë situatë do të me gjetë mënyrën se si duhet me bëm riformatim apo rithemelim total të angazhimit politike, të misionit politik, qëllimit politik, kauzës politike, që çdo që e quajmë. Sepse në politik duhet me u matë me fjallën e dhënë, a është mbajt, me numrin e premtimeve të realizuar, se s'mund me realizu kërkush gjitha, po niveli, shkalla, me mënyrën se si qeveris, edhe formën, edhe metodën, edhe mendësin e qeverisjes. Në Kosovë nuk kemi qeverisje, në Kosovë kemi administrim. Dhe ju thuj njerëzve te, në Kosovë administrohet, nuk ka qeverisje, sepse qeverisja do të me qenë, vendimarrja do të me qenë ndryshe, transparenca do të me qenë krejt ndryshe. Komunikimi me media, komunikimi me shoqërinë civile, komunikimi me qytetarët, me banorët, me lagjen, aty ku marrot rruga, çerdhja, do të me pas njerëz fjalë, do të me dhe kur thu që janë këto parametrat e janë një administrimi, i cili çon gradualisht diçka më të rëndë, më të keqe,
njerëzit fillojnë me ose me sulmu ose me mbrojt. Ju mbo ose sulmus ose mbrojtës, defantist, politik, të thonë, jo, e ka bo, se ka bo, mire ka bo, se ka bo. Nëse thu u gjetë rezerva shtetënore, keq përdërim që është gronë, buk, kryp edhe vaj. Rezerva shtetënore kur gjonë Kosovë nuk ka. Pos mili, krypa, vaj. Makarona, konzerva e gjithka tjetër që është, nuk ka më rëndësi. Kjo në 3. Kosova nuk ka rezerva shtetënore në armë, në armatim, për shembull. Edhe këtu kanë keq përdorur mazhin e popullit, ti thu, e thot po, janë do ministra vjedhin, po Albini ka me i eduku, ka me përmis. Dhe kur prokurori dele e fton si dëshmitar, ki thot jo nuk vejone. Pse s'po shkon sipas jush? Se nuk don ka frikën zoti Aziri se nga dëshmitari mund të dalë i dyshuar. Po nuk mund ndryshon, dëgjoj, Albin Kurti ka ndryshuar metoda, po jo në qëllim politik. Dhe në qëllim politik Albin Kurti është i pa kompromis. Ajo ka thonë shqiptarëve tash e 20 vjet. Se kanë kuptu, tash duhet ta kuptojnë në rastin e prokurorit, shumë vonë është. E ka tregu, nuk ka majt kur gjo pa thonë, e ka tregu që unë e kom ndryshuar metoda, po jo në qëllim. Qëllimin politik e ka përpara. Dhe sa përket mu, ajo është agjende fshehur e tij, por është e tij edhe njerëzve që duhen me kuptu, duhen me lezu, ose duhen me zbardh. Që çdo që i bjen. Ai bët shembull i keq për njerëzit sot në Kosovë, duke mos shku prokuroria, është gabim, ja, edhe që Albin Kurti s'u ka përgjigj prokurorisë kur, dhe Albin Kurti s'u ka përgjigj policisë kur. Asnjëherë që 20 vjet. Dhe ka bo shembuj edhe ka fillu me tregu trend të një kategorie njerëzve që mos respektimi prokurorisë, i gjyqësisë, i drejtësisë, edhe respektimi organeve të policisë, edhe disa organeve tjera është mundësi me hy në politik edhe me mri shpejt në politik. A dine që në Kosovë po standard, mësë me mojtë fjallën politik, mësë me konë lojal në ideologjinë e partisë tonë, në kolektë të mënyra se citi i len ata, ty të bënë edhe tjep mundësi reale, mu bo politikan dhe me morë zyret më dha në Kosovë. Kosovë me ndo standardet këqia. Mësë me mojtë fjallën, mi lanë kolekt partijak, mi lanë partin tane, me tratu partin tane, se fjallat trati është beja gjeron se përdori. Po s'po di që shme mi dhanë konotacion tjetër. Mrinë shpejt, edhe mësë më konë i dëgjushëm, mësë më konë lojal në Republikë, në shtetë, e në veçatin në organet drejtësisë, është rrugë e mirë që përmes formave protestuse, dhunes, edhe metodave konvencionale të mund është me mërrit i shka në Kosovë. Kjo është sot. Edhe a din me dalu gjeneratat e reja, din me dalu. Po njerëzit janë prim, jemi të lindën, lind me egon, lind me egoizmin. Njerë lind me egoizmin e vetë. Edhe njerë shumicën e madhe kritike, shumica madhe kritike, e lypin rrugën e shkort me mri qëllimin e vetë. Edhe ata më botë pasën, edhe ata me kontraband, edhe ata me forma tjera, edhe ata në politik. Rruga ma shkort, që është gjetë, është kjo. Tani, nuk është dash me leju më politizu, kjo punë e ftesës prokurorisë. Dash më gjetë një rrugë, një mënyrë, një formë tjetër, sepse kur prokurori e bën rastin, e ndërton rastin, duhet me ditë me ka të bëjë. Të përgatitet paraprakisht. Përgatitet gjithmonë çdo vend botës, përgatiten scenarët përputhje me ato që ki të bëjsh. Se nuk është kryeministri me ton drejtin i njëjti, është i njëjti edhe barabart para ligjit. Po sikur një zyrtar të prokurimit në Kamenic që e zenë të ishti durt në tegalt mjallët, apo kryetari Gjiliani që ka ble kamion pa procedura, edhe mënyrë korruptive, edhe ai do të më ballafaqohet me prokurorin e dit. Po nuk kanë procedurë të njëjtë në formën e njëjtë që duhesh me ballafaqohet me ligjin. Po thuhet në parem që të barabart para ligjit të jemi. Po dhe drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar, mos harroni. Kurti, zoti Aziri, disa herë po thotë se ka shembuj kur kryeministrat janë intervistuar në zyret të qeverisë. Pse për shembull nuk shkojnë prokurorë special ta intervistojnë Albin Kurtin në zyret të qeverisë? Ka përmendur shembuj në përbot, por ka thënë se edhe ka pasur raste kur kryeministrat janë intervistuar në zyrë, në qeverinë e Kosovës. Unë nuk di raste që mujtë konfirmoj për raste të tilla, po unë di raste kur kryeministrat, zëvendës kryeministrat do më përfshi edhe mu, kam qenë zëvendës kryeministër, deputet, kryetar komunave, edhe kryeministrat kanë dëshmu
në gjykata, në prokurori, unë kam dëshmuar edhe jashtë Kosovës, unë kam dëshmuar edhe jashtë Kosovës për një rast. Edhe ata kanë më marrë dëshminë në Prishtinë, në ambasadë. Po në mes ambasadës dhe vendit nuk kam zgjedhur me shku me bë dëshminë atje, për shkak që rasti ka qenë i ndihshëm, nuk kam dashur me ndihmu rastin më zgjidh drejt. Nëse do më ndihmu rastin më zgjidh drejt, nuk vendos kushte. Kjo është ajo që unë e besoj. Por prokurorët duhen me rastin e tyre u dash me ballafaqu në shtata. Këtira me ndërtu skenar që mos më leju mu politizu. Ju adeni që në zgjedhje ka pas impakt serioz çështja tek pavendosur dhe një kategori e mërgjimtarëve në veçanti çështja ftesës prokurorisë. Po thuaj që ka rritë. Që njerëz me mbrojt, sepse u kriju narracione që po dojnë me burgos Albin Kurtin, dikush po do me burgos Albin Kurtin, pa pas asnjë arsye kërkush me burgos. Burgoset njerë vetëm për të bëmat e veta. Dhe në që njerëz me mbrojt. Më parimisht, njerëz viktimen e mbrojnë. Viktimizimi dhe rastet e tilla, edhe pse mbulon me fjalor të vështirë, edhe pse me fjalor të rënda, me fjalor të ndytë. Sjellja e eksponentëve të vendosjes nuk ka qenë sovraniste ka qytetarëve, ka qenë sjellja që e viktimës, që në krejt kundër neve, këtë partitë janë kundër neve, këtë analistat, këtë gazetarët, këtë bota, këtë Evropa që kundër neve. Që në mbrona jo. Po kthehemi. Dhe njerëzve ju krijon një lloj le empatie dhe ose solidariteti politik, me thonë më të mirë. Te votat e diasporës për LDK-n, zotë Aziri, shumë zhurmë se u menaxhuan, u administruan ato vota me postë për lidhjen demokratike të Kosovës. Më zëshmja ishte lëvizja vetëvendosje ku vazhdimisht akuzonte LDK-n, por vetëm kushtimisht me gjas ka pasur një administrim të votës cilat kanë ardhur me postë për kandidat caktuar ose për një listë të njerëzve të LDK-s që duhet votuar. Çka u diskutu në mbledhjen e kryesisë për këtë pikë? Dhe a besoni si Lutfi Azir, si kryetari i LDK-s, që për ne ka pas administrim ose menaxhim të votës? Jo, ajo që po thotë tash, edhe më herët në intervistë për mëna. Për neve është e papranueshme, e patolerueshme, nuk e njohmi atë kulturë. Nuk e njohmi, nëse kemi pas kurrë. Ne na kon viktima të atyre, le themi, mashinerive të mahershme kundra i neve, po ne nuk kemi morë. Ne i kemi zbardh, i kemi kemi thonë organet e drejtësisë kanë më morë me ta, edhe organet e drejtësisë edhe sot duhet më morë me ta. Kur gjë me neve s'ka të bëj kjo, edhe ne distancohemi. Nëse e ka bë dikush, ai është individ, nuk ka të bëj me LDK-n. Individ kanë më ballafaqu me ligjin edhe me neve, me fuqinë politike që ne e kemi sot. Nuk ka guxuar me prek votën time, personalisht. Unë jam fëmijë beçari. Unë jam potencialisht njëri që merr vota më shumë të mërgjem në diasporë. Potencialisht do duhet me morë. Ku morë gjithmonë, edhe kur jam kon, herë në fundit 2010 nëse s'ka bëj. Marr vota se është puna e lidhjes, e bazës, e familjes, e njerëzve edhe komponu. Edhe 35 vjet i komponu edhe kë. Para disa ditëve i kom po 35 vjet. Megjithatë zotë Aziri, mu mi kanë prek votat, e di që mi kanë prek votat. Ka deputet, ishte deputet të LDK-s që publikisht kanë kërkuar që ky proces të shihet me lup. Ju nuk keni reaguar për shembull, po 4 ose 5 zyrtar, fytyra emblematike të LDK-s, që publikisht kanë kërkuar që ky proces të çohet deri në fund ose të sqarohet se çfarë ka ndodhur me ato vota. Ky proces ka më shku deri në fund. E thash unë se thash, po jena do që flasim publikisht, jemi do që nuk flasmi publikisht. Kolegët e mi kanë pas drejt. Kanë kërku mbrojtjen e çdo vote, edhe ne do të vazhdojmë me mbrojtje çdo votë kudo që është. Jo vetëm raport me ne, mos flasmi për çdo votë qytetarëve. Ai ka thonë, kjo është edhe një gabim tjetër që gjet, vota preferenciale. Pse do të më thënë 10 vota preferenciale, 20 vota. Unë e di që demokraci ka në botë. A dini që në Zvicër ti mundesh më bë deputet, se ta lën zbrasir emrin flet votim, ti mundesh më shkruaj emrin edhe në zgjedhje deputet. Pa ka nominu kërkush, është partia politike ose. Po ne kemi pas 5 vota preferenciale, i kemi kthy prapë 10, se kena pas 10 edhe një herë. Dhe këto kompromise politike, të partive politike, që nuk e reformojnë sistemin zgjedhor, që nuk e bojnë të adaptueshëm edhe të sigurt për qytetarët, për votuesin, por e bojnë për interesat partive politike, kjo është gabimi. Edhe vetëvendosja e ran grupën e këtij
manipulimi zgjedhor, duke tendu me adaptu sistemin zgjedhor për nevojat e partisë vet. Kryetari i partisë, zoti Aziri Lumir Abdigjiku, tha se për gjithçka që ka ndodhur e marr përgjegjësinë on. A u kërkua gjatë mbledhjes kryesisë që të ketë zgjedhje të reja në LDK? Abdigjiku e tha se mund ta thirrë kuvendin, por që disa njerëz aty kanë kërkuar që të ketë zgjedhje brenda LDK-s, duke filluar nga Nëndegët dhe Degët. Po nuk e përmison kjo procesin zgjedhor që kemi kalu. Mas pari do të më mbyll kjo proces zgjedhor, do të më mbyll. Ende nuk u mbyll. Ende nuk kemi certifikim 5 javë pas, pa certifikim, pa mundësi dhe pa skenar me mojt konstituimin e Kuvendit Republikës. Ma shumë ka debat për skenarët e mundshme të qeverisë, skenarët e mundshme që qeveria ta çon vendin zgjedhje të reja, se sa që të konstituohet Kuvendi, apo? Tash LDK nuk ka komoditetin, asnjë parti tjetër. Jemi vetëm një parti politike që kemi marrë në zgjedhje me 19 nëntor 2023 këna mbyll. Kur i kanë marrë partitë të tjera zgjedhje, cilla parti, cili organ, kur i kanë marrë. Kjo neve na dallon mbi tjerëve. Neve na dallon. Kur të ka nevojë LDK me marrë zgjedhje, ka me marrë, edhe tash. Nëse ne vlerësojmë që duhet me bë zgjedhje, ne e bëjmë. Për momentin jemi të pritë më mbyll procesin zgjedhor, me definu rolin e LDK-s në institucione dhe me ecë drejt përgatitjeve për zgjedhje lokale, për neva shumë e rëndësishme. E mandej në çështje që KUA do t'i zbardhë veprimet. Po jo ma shumë, as kërkesa, as debat, as njëra apo tjetra, në mbledhje ka qenë vërtet me qenë të hapuna, që për neve nuk ka asnjë problem, as njerëz ka pas, të mbledhje në mirë me dëgju se si ne debatojmë rana, se si ne vlerësojmë rana, se si ne edhe kritikojmë rana pse jo, sepse qëllimi ynë i përbashkët është rikthimi i madh i LDK-s si parti kryesore në këtë vend. Deklarat publike e zotit Abdigjiku pas mbledhjes së kryesisë him me partitë opozitare nëse LDK-s i takon posti i kryeministrit, por e tha në sa tjetër zoti Aziri. Kushtimisht po thon pazare futi edhe çështjen e presidentit në mënyrë që mos ketë zgjedhje në mars ose në prilin e vitit 2026. Cila matematik, cili skenar çon edhe të zgjedhja e presidentit zoti Aziri, por dihet LDK është partia e tretë. A ke gutshme kjo deklarat ose kjo kërkesë e kryetarit të LDK-s? Jo, pse e gutshme? Është partia e tretë, është partia e dytë, do të thonë më mirë takon kur kemi qenë partia e parë, ka dhënë partisë tretë kryeministrin. Po dhe PDK dyar ka boqë ashtu, 2014-2017, Isa Mustafa, Ramos Haradinaj. Jo, PDK-s ja kemi marrë me rezultat zgjedhor, nuk e ka dhënë me vullnet. Zhvendosja e zotit Thaçi prej zyrës kryeministrit është bë për shkak të presionit politik dhe rezultatit zgjedhor që ka dalë. LDK ka udhëheq kampin opozitar 2014-2015 dhe ka arrit një marrëveshje politike që partitë tjera opozitare e keq interpretuan në rolin e LDK-s. Për kohën që vlasme. Që ka ndodhur me panin është këtë tërsen. Shfriga nga LDK-ja ka shkaktu panin, kjo është e vërteta. Edhe ta zoti Kurti nuk do dojnë me nejtë rahat, me pa realisht. LDK-ja mund të ketë zhvillime, LDK-ja nuk ka thonë që partive opozitare amna kryeministrin, ne më parem kemi thonë, do të me dëshmu dhe tash. Para zgjedhjeve, që kemi konfirmu në takimin e kryesisë, kemi thonë, që LDK-ja po lufton për vendin e kryeministrit. Për zyrën e kryeministrit, ka program, ka staf dhe ka ekipet përgatitura me zbatu reformat mëdha, me shkaktu zhvillim dhe reforma. Neve, qytetarët na dhanë këtë rezultat zgjedhor. Aja që kemi thonë është, përveç sajna, ne nuk bojmë koalicion me VV-n, dhe nuk bojmë bloqe opozitare, nuk morëm pjesë në blok opozitare, është kjo. Pozicioni as, që unë e kam shpjeguar disa herë. Edhe për mësë qenë modest është pozicioni imi. Se s'po ma përven kërkush, s'po ma e kreditin publik për marrë vetë. është pozicioni imi tash 4 vjetë. Dhe kjo në rezultatin e pas zgjedhor është ky pozicion prap. Është konfirmu që ne zotimi jonë para zgjedhjeve nuk ka ndryshu. As kemi thonë më ne thonë vënën e kryeministrit, partive opozitare, as kemi thonë më ne thonë partia e parë vënën e kryeministrit, ne kemi thonë po konfirmojmë, nuk bojmë koalicion me LVV-n dhe nuk hymë në formula qeverise pa e pas pozitën e kryeministrit sipas
premtimit në zgjedhje. Këtu e këna vendos pikën. Kretë aja që është diskutu më avon, është vlerësimi analistave, juve gazetarve, i njerëzve që nxjerrin nuanca, lexojnë nuanca, bojnë analiza thjesht, që në rregull është. Po parimisht është kë. Dhe potencialisht. Potencialisht është kë. Nëse sot do më pyet kolet do këja sot do të kam në opozitë. Dhe do tjetë në opozit në rast se nuk e merë pozitin e kryeministrit. E kom fjallën në rast se ka negociata me parti tjera, për të këna është nisma. Pa prapashtesa. Politikisht, ne kemi lexuar rezultatin tonë, votuesët tonë na kanë thonë që ju i merrni 20 deputet, i ka emnu deputet me vot preferenciale, na ka zgjedh, na e kena 20 ulse në kuvend. Dhe udhëheqja e LDK-s, të përshkretarin e LDK-s e ka konfirmuar zotimin gjatë zgjedhjeve, që ne nuk kemi ndryshuar zotim. Me gjatë përveç LDK-s, çka ndodh në situatë kur partitë fillojnë me oferta negociatorësh. Se nesër kryeministri certifikohet fillon me bë oferta, ju e dini korrekt, a ka qenë ftesa, a keni mund me besu ju që Albin Kurti i shkon darkë me Emli Krasniqi, në emën PDK-s. E në pikë korrikut, fund gushtit edhe në pikë zgjegun korrekt. I ka shku, a keni mund me besu që LDK-ja i thotë jo një ofertës apo një ftesës politike që vjen prej institucionit. Rall ose hiç nuk ka ndodhur. Sepse ne jemi sjell gjithmonë politikisht korrekt, institucionalisht, ju kemi shku në takim rivalve politik, kur ka thirr presidenti, kur ka thirr kryeministri, kryetari i kuvendit, shteti, dhe për shtetin kemi reaguar si burr shtetas. Nuk e kemi reaguar, se kemi ditë që ka gjë të mshehur, po PDK-ja ka shku në takim. Kam provu me çu vendin zgjedhjet parakoshme. Prapa shpinës presidentes Kosovës, në atë kohë kjo ka qenë agenda. Tani nuk ka nevojë për agjendë mshehur. Certifikohet rezultati zgjedhor, pritet partia e parë si po reagon ndaj konstituimit të kuvendit. A ka skenar të mirë, a respekton kushtetutën, apo ka hyrë në politika të zhagitjes edhe të dëmtimit të institucionet të Kosovës, se mos konstituimi është dëmtim. Këto do të me i pa gradualisht, se si po sillet kashi zgjedhjeve. Nuk pres, nëse më pyet kur gjë, zoti Kurti dhe partia e tij mos sjell më mirë se që sjell zgjedhje, fushat edhe para zgjedhjeve. Megjithatë, zoti Aziri, edhe ju si LDK, por edhe lëvizjave të vendosje, Partia Demokratike, por nuk ka kurfar problemi në komunikim mes partive politike në Kosovë. Vetmja mungesë e komunikimit politik në Kosovë është LVV-ja me partitë politike. Nuk ka komunikim opozitën. Pa e s'ka dialog as me sindikatën, as ka dialog me shoqërinë civile, as ka dialog politik me neve opozitën, as ka dialog socioekonomik që ka mandator, s'ka kur gjë. Punja është punë e mendësisë. Po LDK-ja nuk ka problem të komunikimit me asnjë parti politike. Na nuk kemi. Me asnjë parti politike mungesë komunikimin. Kuvend Republike, çati ku jena, flasim, diskutojmë, mormi pjesë, debatojmë, organizojmë, çka do që është në interes. Është letë thuhet zotë Aziri, na rrim në opozit. Keni përgjithësi për shkak se ju ka votuar qytetari i Kosovës, edhe lëvizjen vetëvendosje, edhe LDK-n, edhe PDK-n, dhe me që ka lehtësi, po që di në qysh, rrina në opozit. Unë e besoj që duhet të mbledhni dhe të diskutoni se si qytetarët e Kosovës, që institucionet e Kosovës të kenë institucionet e reja të dala pas në shkurti. Po besoj që shumë letë me thonë, kjo është vullneti i qytetarëve për LDK-n, na rrim në opozitë dhe nuk na intereson kjo pjesa se kur mund të bëhen institucionet e reja. Unë nuk e thash ashtu. Qytetarët kanë votuar dhe kanë atribu përgjegjësinë secilit. Në 120 vende, secili ka atribu përgjegjësinë. Pse dikujt duhet të marrë përgjegjësinë më shumë se ç'ta i takon? Nëse flasim me bashku raportet e rolet dhe përgjegjësitë të diçka tjetër, aja vjen në situatë të re, aja situatë nuk ka ardhur ende. Unë nuk po shoh situatë të re në Kosovë. Unë nuk flas me paragjykim, nuk du me paragjyku, por natyrisht pa LDK-n, as nuk krijohen situatat e reja, as nuk mbyllen situatat. Aja që quajmë na as nuk bëhen proceset, as nuk mbyllen proceset. Edhe tash, unë e di, pa LDK-n as nuk shkaktohet procesi, as nuk mbyllet procesi. Nëse flasim për ndërtimin e institucioneve të reja, funksionalizimin, stabilitetin, unë e di, jam shumë e vetëdijshëm për to.
Edhe kësa ere na kemë rolin, s'po du me thonë në rolin tjetër, edhe ta që kemë rolin e njëjtë. S'na ndryshon e veroli, na kena me lutë rolin tonë, po jo me paragjyku, ja me ndërtu diçka që është paragjykuse. E ka fitu 40% kësa ere. Mos harron, e ka fitu 40%, nuk është pak. Dhe a është ajo fraza, ajo fjalia që e përmeni shumë herë, zote Aziri, që kryeministri kalon ka zyret e LDK-s. Po edhe kryeministri dhe presidenti kalon ka zyret e LDK-s. Gjithmonë. Edhe ata që se kanë kuptu, e kanë lënë edhe kur ka met LDK në opozit, mëndaj e kanë kuptu që nuk mundet më vazhdu. Dhe këta 4 vjetë e kuptun që krejta që quhet sukses në qeverisje, është mungesë e LDK-s. Kanë vujt për një pjesë LDK-s. Ato 50 ditë qeverisës me LDK-n, ne LDK-VV, ne kemi shkaktu 2 projekte që mohen menë në Prishtinë, hala. Për 50 ditë. Imagjinoj 4 vjetë me pas qenë në Amrana që ka kishë ndo. Por në këtë parti, në këtë kabinet, me këta njerës, nuk ka punë, nuk ka kultur punë, ka kultur fjale. Me dëshmu kush sa ka ledzu, kush ka ledzu, kush ka bo, edhe aja që dënë ma keqë, aja që po quta deep state, deep government, ka dalë para politika, në Kosovë nuk ka pas, ne kemi pas shqetësim serios, një kohë kur s'kemi morë me qeverisje këtë, kemi morë edhe me administreme, edhe me probleme tjera. Lëvizja vetë vendosë nuk identifikohet me qeverisje, si që thash, me shkallë qeverisjes, as me shkallë punës e suksesit, identifikohet me parapolitik, që o dheq, dhe administran qeverin Kosovë. Kjo parapolitik është bo me emën, mbi emën, është jashtë, nuk ka funksion, edhe aq ma keq është shtetase e konvertume e Republikës Kosovës, dhe ka ndërtu mekanizma që e tërheq asetet e shtetit, pronat e shtetit, politikat e shtetit në mënyrën se si beson edhe don. Aja don të mirën këti venet, as ja don, unë nuk e di. Po aja që ke gjetë, edhe kemi gjetë në Kosovë tash, është shqetësimi dhe kërcënimi, shqetësimi ma i madh që ka LDK-ja sot, në karshi kësaj republike, edhe kërcënimi ma i madh që vjen këtij vendit nga vetvetja. Krejt bota ka ndryshu, përveç rajoni jonë s'po ndryshon. Vizita e sekretarit të NATO-s, Mark Rutte, në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Po besoj që keni pasur zotë Aziri, çdo ditë KFOR-i rrit numrin e pjesëtarëve të saj në Kosovë. Cili ke mesazhi i shefit NATO-s gjatë vizitës edhe në Bosnjë në Kosovë? Tash Kosovën se viziton kërkush tjetër, e viziton shefi CIA-s, shefi NATO-s, ministrat e mbrojtjes, i na bo burem i vendit cili duhet mirët me siguri dhe stabilitet. Stabilitet dhe siguri. Siguria është në bajnë një. Tash, jo vetëm në rajonin tonë, këtë botën është bo, por tash e 3 vjetë Kosova është u bo burem i situatave të sigurisë, cila do të menaxhohen për shkak veprimeve të njëanshme të qeverisë. Edhe këto veprime të njëanshme në 9 raste të qeverisë kanë kriju shqetësim te partnerët e tonë. Edhe natyrisht siguria është interes kombëtar, duhet me vazhdu, dhe ardhja e shefit NATO-s është një konfirmim. Shefi NATO-s ka ardhur me çizme të vjetra. Dhe më fjalori, mesazhi i vjetër ka qenë. Nuk ka qenë përputje me zhvillimet. Nëse zgaboj dje është e ajte, ose par dje i bjen, të ajten, shefi i NATO-s është në vizitë në SBA. Nga aty mund ta kupton më drejt edhe më shumë rolin e tij edhe të NATO-s me apo pa Trumpin në brenda. Ai ka ardhen e ka inkuraju dialogun Kosovë-Serbi, zbatimin e marrëveshjeve, për cilat nuk kanë tavolinë kur gjë sot s'ka. Zotë Aziri, faleminderit shumë. Faleminderit juve.